Banorët përcjellin me lot Sasën para operacionit të vështirë jashtë vendit. Një moment shumë prekës ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother, duke lënë banorët dhe publikun me emocione të forta. Sasha, e cila do të niset jashtë vendit për të kryer një operacion të vështirë, u përcoll nga të gjithë me lot dhe fjalë mbështetëse, duke treguar lidhjen e fortë njerëzore që ka krijuar brenda shtëpisë para nisjes për trajtim. Atmosfera ishte e mbushur me emocione të përziera, mall, shqetësim dhe shpresë. Banorët u mblodhen pranë saj për të shprehur mbështetjen e tyre, për ta ngushëlluar dhe për t'i dhënë forcë në këtë moment delikat. Lotët nuk mund të mbaheshin, ndërsa secili shprehte me fjalë të thjeshta, por të ngrohta, dëshirën që operacioni të kalojë pa probleme dhe që Sasha të rikthehet të shëndosh pranë tyre dhe familjes. Sasha vetë u duke emocionuar dhe e prekur nga gjithë ky vëmendje. Ajo falenderoi banorët për mbështetjen dhe dashurinë, duke theksuar se kjo i jep forcë për t'u përballur me sfidën e ardhshme. E di që nuk do të jem vetëm, edhe pse operacioni është i vështirë. Fjalët tuaja dhe përqafimet e bëjnë këtë moment më të lehtë për mua, u shpreh ajo, ndërsa lotët i mbushën syt. Ky moment tregoi se pavarësisht lojës, strategjive dhe konkurrencës, lidhjet brenda shtëpisë janë të vërteta dhe ndjenja e solidaritetit mund të bëhet një burim i jashtëzakonshëm force. Banorët e kuptuan rëndësinë e këtij momenti dhe refuzuan çdo debat apo përplasje, duke e vendosur mbështetjen njerëzore mbi çdo gjë tjetër. Publiku, nga ana e tij, e ndoqi këtë skenë me emocione të forta. Shumë kanë reaguar në rrjetet sociale duke shprehur solidaritet dhe urime për shërim të shpejtë, ndërsa disa e kanë cilësuar këtë si një nga momentet më të bukura dhe më njerëzore të këtij sezoni të Big Brother. Sasia e mbështetjes dhe emocionit që Sasha mori nga banorët dhe nga publiku tregon se sfidat e vërteta të jetës nuk harrohen brenda lojës. Operacioni i ardhshëm, ndonëse